Jam i lumtur për 3 pikë, jam i lumtur për mënyrën se si e zhvilluam neshin taktikisht, jam i lumtur pa fund për djemt, sepse kanë kaluar një periudhë të keqe pari marrin vendin, po sakrifikojnë gjithë. Nuk jemi halo aty ku duhet me kanë, megjithatë marrja 3 pikëve taktikisht perfekt si luajtën sot, është komplet meritë tyne që meritojnë shumë më tepër. Një vlerësim maksimal u pa në fushë, edhe taktikisht, teknikisht, fizikisht, të gjitha drejtimin ndaj Tiranës. E kishim menduar neshin me bën një veprim tillë, kishim menduar 15 minuta e para që të bëjmë lojën tonë, të nepshim me kuptu Dinamos që do losim ashtu si losim gjithmonë, mandej u kthyem në blok mesëm, pjesë dytë në blok tul, fituam penalltin, bëmë golin, pjesa e dytë ishte më e lehtë. Dinamo s'ka pas asnjë rast tek tuk para porson, nuk e di apo bën gjujtën port, mund të bashim edhe gola të tjerë, që do të kisha dashur me gjithë shpirt sepse këta dje meritojnë shumë. 3 fitore duke pas parasysh edhe fitoren me Pogradecin, Ignatian dhe tashmë Dinamon. Mund të themi se viti 2026 ka nisur në këmbë të marrë dhe Gaci na po rritena për ditë, po mundona me marrë atë formë që kishim më përpara. Normal faza paritore që kena bën Olçin na ka shërbyer shumë, djem po marrin kondicionin e duhur. Dhe me atë mund me atë djesë që ata bojnë meritojnë më tepër, kështu që shpresoj dhe besoj se duhet vazhdoj me këtë teori. Bilanc pozitiv përballet direkt me Ignatin dhe Dinamo, që konsiderohen ndoshta dy personazhe më të mira. Kjo do të thotë që duhet bërë kujdes ndaj skuadra të vogla. Patjetër që po, i thash edhe më parë, na kena ndeshje shumë të rëndësishme ditën e shtunë kundër Partizanit, por sot ka fituar, kam pa ndeshjen pothuajse sekret, ka një ekip të mirë, ka një ekip që lëviz shumë. Kanë dëshirë me lujt, duhet që është nesër që jemi në stërvitje të fokusohen as kena kohë më me gëzu, sot nesër jena në stërvitje, edhe të përgatisim sepse duhet jena në kam tokë, duhet jena me kryull, duhet jena shumë agresive dhe kundër Partizanit. Dedikim për këtë ndeshje, ka Martini? Dedikim kam për tifozat që ishin sot në stadium, Shkodran që ishin sot në stadium, dedikim edhe për ata tifoza në Shkodër që kishim humb pak besimin, shpresoj të rikthehen sepse edhe ata dojnë vllaznin si na, kena nevojë për përkrajën e tyne, kena nevojë për moralin e tyne, kena nevojë për mbështetjen e tyne. E ke pron Martini me festimin apo e ka ndaluar Martini këtë? Unë nuk e di, unë sot aty ku unë kam kënë të gëzu me tifozat e mi, unë nuk i bëj tifozave të mi asnjë gjë tillë, ata po festoheshin në atë mënyrë, festovallon në atë mënyrë, nuk e kam pas me kërkën absolutisht, po të shihni aty ku unë kam kënë me tifozat e mi duke bëj veprim, domethënë një veprim që këto e quajnë të keq, unë s'kam bën një veprim të keq, megjithatë nëse në njëri është mërzit ose i kërkoj edhe njerëz. Po me hetë presidenti Xhaferi u ndal te kjo temë dhe theksoi se festimet e Martinit janë shtruar në modë dhe në publik, në qytet, pra është në një ofendim sipas tij. Unë nuk e di, domethënë, unë s'kam ofenduar kërkën, aq më tepër thosh kam pas tifozat e mi mas vedit. Domethënë, nëse kam festuar me tifozat e mi, kam dashur me ofendu tifozat e mi, kjo është absurde. Ndoshta dikuj se më thani ja vret synin nëse veshin diçka të tillë, por sa kam pas me kërkën dhe kam pas thjesht për ndeshjen në mënyrën e fitimit. Do të vi një moment se Martini dhe Daja të shtërngojnë duart me njëri tjetrin? Unë s'kam asnjë problem me kërkën, unë kam punën time, ekipin tim dhe mjafton kjo. Faleminderit, sukses.